145 bebe kanë ardhur në jetë në Vlorë për gjatë 3 muajve të parë të këtij viti. Fakt të tillë e konfirmon për televizionin 6+1 Vlora, mjekja obstetër ginekologe Sofika Xhelilaj. Mjekja Xhelilaj tregon se duke ju referuar shifrave, pavarësisht tendencës në rënje në rang vendi, në Vlorë, lindjet vitet e fundit janë në po të njëjtin rezultat. Ideja është që ne kemi lindshmëri pothuajse stabil në këto 2-3 vitet e fundit, ka një tendencë rënje, por nuk kemi rënje drastike nga vit në vit, të paktën këto 2-3 vjet. Deri sot, aktualisht po flasim, janë gati 145 lindje që janë kryer në spitalin tonë, të suksesshme. Ne këto na interesojnë së shumti, që të na dalin mirë, me beba në duar, shërbimi nuk ju mungon, deri ne kemi hapur. Mjekja obstetër ginekologe Sofika Xhelilaj tregon se në 70% të rasteve gratë dhe vajzat lindin në mënyrë natyrale, por tepër e përdorshme sipas saj është edhe operacioni. Ideja është që ne kemi një shifër jo dhe aq të trisht në kuptimin e asaj, sepse lindja është një proces që ty të lindjen dhe të papritura gjatë rrugës, faktikisht e kemi 70-30, që nuk e kemi një, domethënë në 70% i kemi lindje normale dhe 30% i kemi tek operacione. Mjekja Xhelilaj thosë se në numër më të ulët kanë sjellë në jetë një fëmijë nënat të cilat kanë qenë në moshë të re, ku sipas saj dominojnë lindjet në moshë të madhe. Edhe tendenca e familjeve të sotme, sipas mjekes, është të kenë më pak fëmijë, 1 apo 2 në maksimum. Këtu është pak tendenca sepse çiftet e reja së shumti ndjekin në fillim karrierën, martohen vonë, sa të krijojnë të mirat materiale, një shtëpi, këto gjëra, domethënë tendenca është që ne i fillojnë çik vonë lindjet, ku dhe infertiliteti është çik më i shprehur. Pamundshmëria të themi për dhe mezi bëj një fëmijë ose 2. Se janë futur shumë metoda e kontracepcionit, planifikimi familjar, secili ka shumë të planifikuar atë që bën dhe ti je detyruar ta respektosh. Paula Kuça sapo ka sjellë në jetë vajzën e saj të dytë, teksa mes emocionesh ajo ka një mesazh drejtuar veçanërisht grave dhe vajzave, por edhe çifteve të reja që pavarësisht planeve që kanë në prioritet, duhet të kenë edhe familjen. Pavarësisht se nuk dihet se çfarë të përballë jeta, pavarësisht drojtjes së çifteve të reja, Kuça thosë se nuk ka asgjë më të bukur se një familje e plot. Një falënderim të veçantë ka dhe për stafin e Spitalit të Vlorës për shërbimin e ofruar. Juve sa keni pritur ju ka ardhur në jetë fëmia i dytë, çfarë do ju thoje? Unë kam vajzën e parë, 3 vjeç e gjysmë, tani pardje në datën 2 prill, prita vajzën e dytë me shumë dashuri, me shumë përzemërsi, faleminderit Zotit. Planet gjithmonë janë t'i shtym, janë afatgjata për të pasur karrierë, për të pasur punë, për të pasur shumë e shumë gjëra, por prioriteti gjithmonë është të zgjerojmë familjet. Aty ku ka dashuri, ka paqe, ka familje, ka gjithçka. Prandaj jam pro gjithmonë zgjerimit të familjes edhe sa më shumë fëmijë dhe sa më shumë begati dhe bereqet. Me frikë nisim të gjithë, me frikë ka nisur prindrit tanë, me frikë neve, me frikë ndoshta edhe nesër fëmijët tanë, por e vetmja gjë që i mëshoj, i vetmi fakt domethënë që mëshoj është të mos kemi frikë sepse ajo është ripërtëritje, është zhvillim, është zgjerim, është një diçka domethënë që nuk për mua, përveç se dashuri dhe përveç se një ndjenjë e madhe gëzimi nuk lidhet fare me ndjenjë frike. Madje dhe ne femrat, ne gratë që përjetojmë paksa këtë ndjenjën e frikës në fillim, se si do shkoj, se si do vej, janë shumë domethënë etapa që ndjekim, e harrojmë sa shikojmë sytë të vegjëlve tanë. Ky është emocioni i dytë, sepse kam edhe një vajzë më të madhe siç ju thash, por gjithsekush, domethënë secili nga fëmijët ka një emocion tjetër, përjeton një emocion tjetër, isha më e përgatitur, e dija se çfarë më priste, dija deri diku akoma më shumë ndjesinë të qenit nën, nuk ka ndjesi që përshkruhet me fjalë, është një diçka që vërtet nuk ka përshkrim. Dua të bëj një falënderim, sepse është hera e parë që vi në Spitalin Rajonal të Vlorës. Ka një staf jashtëzakonisht të mirë, e them këtë pa asnjë lloj interesi ose diçka domethënë të tillë. Kam pasur një pritje jo vetëm unë, por edhe kolegët e mia, shoqjet e mia, kemi pasur një pritje të jashtëzakonshme, ka pasur një staf
të jashtëzakonshëm, të përkushtuar dhe ku ka më mirë se sa gjeta mënyrën për t'i falenderuar përzemërsisht dhe të më dëgjojnë edhe disa vesh të tjerë.